Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahu jalla wa ala falenderojm, salavat dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i dërgojm mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Vëllezër, treguam që në ligjëratën e kaluar jemi fokusuar me një çështje. Ajo është se më në jetën e përditshme të muslimanëve do të ketë një element të ri, i cili do të bëhet pjesë e shpesh e përditshmërive të tyre. Ajo është aleancat politike dhe lëvizjet ushtarake të cilat do t'i bëjnë më muslimanët me bazë të tyre me dinën e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe në përgjithësi kur flitet për betejat e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam, ose pa përflitet për betejat e muslimanëve në atë kohë, neve na shkojnë ndërmend disa beteja, të cilat realisht janë vetëm kulminacion i betejave të cilat kanë ndodhur në kohën e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam. Dhe mes tyre betejave të mëdha ekzistojnë një numër të madh të betejave të vogla ose ekspeditave, të cilat i pa dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ose vet pa të marrë pjesë në to. E në disa prej këtyre betejave ose ekspeditave kishte përleshje me armikun, në disa të tjera nuk ishte përleshje me armikun, thjesht vetëm ishte, vëzhgim i lëvizjeve të secilës palë nga ana tjetër, edhe secila palë vazhdonte në drejtimin e saj. Megjithatë, këto lëvizje të reja do të alarmojnë mushrikët Quraysh dhe do të alarmojnë arabët tjerë të gadishullit arabik se më muslimant të cilët ishin të dobët dhe dëbuar nga Mekja dhe kanë ardhur tash në qytetin e Medines nuk janë më të dobët, dhe se tash më ata janë të gatshëm që të luftojnë për ta marrë të drejtën e tyre. Kështu që të gjithë arabët e Arabisë asaj kohe do të jenë të alarmuar nga kjo gjë dhe shumë prej tyre të cilët jetonin përreth Medines do të lypin që të bëjnë aleancë me pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Andaj ne do të përmendim gjërat e fundit, ose fundin e vitit të parë të hijretit pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe çfarë ka ndodhur në ditët e fundit të vitit të parë dhe çfarë do të ndodhë në ditët e para të vitit të dytë të hijretit. Dhe do të shohim një gjë. Jeta e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve në Medinë nuk kishte qetësi sikurse e paramendojnë shumë prej muslimanëve sot. Kur flasim ne sot për hijretin, shumica e muslimanëve mendojnë që hijreti është migrimi i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam nga një jetë me shumë probleme dhe me shumë mundime në një jetë në të cilën kishte luks dhe rahati dhe të gjithë jetonin të lumtur pa asnjë problem në shoqërinë të re dhe sapo formuar, që as pak nuk ka të bëjë me të vërtetën dhe me faktet historike. Jeta e re në qytetin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam është krejtësisht ndryshe, siç do ta shohim me lejen e Allahut Gjelle Gjelaluhu. Para se gjithash, me doje mos t'i përmend dy gjëra të cilat janë përmendur në historinë e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ajo është një term i cili shumë shpesh përmendet në për hadithe, po ashtu edhe në për librat e sirës. Termi serije. Në gjuhën arabe serije i referohet një grupi, një brigade ose një çete të cilën e pa dërguari Allahut alaihi salatu wasalam, mirë po nuk merrte pjesë ai vetë në mënyrë direkte. Andaj ai dërgonte burra prej 50, 30, 200, 150 burra në një ekspedit ushtarake. Dhe këto burra kishin komandant dhe këto burra ishin të organizuar sikur se organizoheshin ushtrit në atë kohë. Por i dërguari Allahut alaihi salatu wasalam nuk merrte pjesë në këtë brigadë ose në këtë çetë ushtarake. Termi i dytë është el-ghazwatu. Dhe ky dallim në terminologji ekziston tek muhaddithin dhe tek dietarët e sirës, tek dietarët të cilët kanë studiuar jetëshkrimin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. El-ghazwatu është betejë në të cilën ka marrë pjesë vetë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ka dalë vetë me trupin e tij, me mishe me shpirt. Ndërsa serijetu është kur ai nuk ka marrë pjesë, po si komandant i lartë i shtetit ka dërguar një çetë jashtë Medinës së pejgamberit Allahut alaihi salatu wassalam. Dhe seria e parë, të cilën e ka dërguar pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, ekspeditën e parë ushtarake. Kjo ka ndodhur në fund të vitit të parë të hijretit, gjëgjësisht në Ramazanin e parë.
në Ramazanin e parë, në të cilin akoma nuk ishte i obliguar agjërimi, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam do të dërgon një ekspedit në një vend që quhet Sif el Bahr, që do me thonë Bregdet, ose bregu i detit. Në Sif el Bahr, pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam do të cakton komandantin e parë të një ekspedite ushtarake. E për këtë detyrë do ta vë një nga njerëzit më të afërt të tij, luanin e Allahut, Hamzetu Abdul Muttalib, axhën e vet, radiyallahu ta'ala anhu, dhe për spari herë, përpos se do të vendoset komandanti i parë, do të vendoset flamurtari i parë dhe do të vendoset flamuri me të cilin pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam do të dërgojë ushtrit ose ekspeditat e tija ushtarake. Dhe ky flamur ishte çfarë flamuri? Flamuri i bardh. Flamuri i pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam. Në betejat e tij kryesisht ishte i bardh. Nga se flamuri i bardh në atë kohë nuk e ka simbolikën e flamurit bardh sot. Flamuri i bardh sot në konventat ndërkombëtare dhe në atë çka njihet, domethënë në shkencat luftarake, domethënë çfarë? Dorëzim, domethënë dorëzim. Ndërsa në kohën e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam flamuri i bardh ishte flamuri i parë të cilin muslimanët e kanë përdorur përgjatë betejave të tyre. Thot Ibn Sa'di radhiyallahu ta'ala anhu, në këtë betejë thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk kishte dërguar askënd nga ensarët. Kjo çet ushtarake ishte përbër vetëm nga muhaxhirin. Çfarë do me thonë nga muhaxhirin? Nga banorët e Mekës. Asnjë prej banorëve të Medinës nuk ka marrë pjesë në këtë ekspeditë ushtarake. Pse? E shpjegon dhe thot, sepse ata kishin vendosur me të, ishin marrë vesh me të, që ta mbronin pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam vetëm brenda kufive të qytetit të tyre. Mbrojtja e dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, marrveshja në Akabes, nuk ishte mbrojtje e tij absolute. Kudo që të jetaj, ne do të mbrojmë. Jo. Ne do të mbrojmë sikur se i mbrojmë gratë dhe fëmijët tona. Çfarë nën kupton kjo? Brenda kufive të Medines. Andaj çdo dalje e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam ishte çfarë? Ishte që ai del me muhaxhirin dhe në mbrojtjen e tyre, jo në mbrojtjen e ensarve. Kështu që në ekspeditën e parë, dhe dytën, dhe tretën, dhe në vetë daljen e parë të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, me të nuk do të ketë asnjë ensari. Madje ç'është interesant, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk do t'i obligon as muhaxhirin, nuk do t'ju thotë asnjërit prej tyre çohu dhe shkon në ekspedit. Jo, po kush don, vullnetarisht. A ka dikush prej tyre që don? Po. Njerëzit janë çu vullnetarisht dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka dërguar burra në numra të ndryshëm, varësisht prej asaj e cila është synuar nga kjo ekspeditë ushtarake. Ekspedita e dytë ushtarake, në të parën nuk ka pat takim me armikun, as që e kanë pa armikun, e as që armiku i ka pa ata. Kthehen muslimant dhe në përgjithësi fokusimi i muslimanëve, siç do ta shohim, ka qenë rreth karavaneve të banorëve të Mekës, të cilët ishin në drejtim të Shamit, të Sirisë së sotme. Edhe udhtimi i këtyre karavaneve në përgjithësi ishte afër Bregdetit të detit të Kuq. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i fokuson te këto ekspedita në atë drejtim. E dyta prej këtyre ekspeditave ishte ekspedita e Ubejde ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib, djalit të axhës së pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ekspedita do të jetë në drejtim të një qytet që quhet Rabigh ose Gjuhfe. Rabigh sot e kësaj dite ekziston, Gjuhfe ja nuk ekziston si vend për shkak të smundjes ose për shkak të smundjeve të cilat janë mbartur nga qyteti i pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam në Gjuhfe, dhe Gjuhfe janë nga ajo kohë nuk ka jetuar më askush, dhe afër asaj është banuar një qytet e re e cila quhet Rabigh. Rabigh sot e kësaj dite domethënë është e banueshme. Po ashtu i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte flamurtar, ai ishte Mistah ibn Uthatha radhiyallahu ta'ala anhu, dhe Mistah mbani mend këtë emër për shkak se Mistah, i cili është djali i Axhës, djali i tezës së Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, do ta përmendim në një prej rrëfimeve më interesante dhe në një prej haditheve më të gjata të Sahihut të Buhariut, ndryshe i njohur si hadithi i shpifjes për Aishën radhiyallahu ta'ala anha, dhe një prej protagonistëve në këtë rrëfim është ky burr Mistah radhiyallahu ta'ala anhu, bartësi i flamurit të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam në këtë ekspedit ushtarake. Në këtë ekspedit ata do të takohen me Ebu Sufjanin, i cili do të jetë në krye të 250 burrave, 200 deri 250 burrave, ndërsa
El Harith, Ubayd ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu do të jetë po ashtu në një numër të konsiderueshëm, po jo në numrin e njerëzve me cilët do të jetë Ebu Sufjani. Kështu që dy palët do të afrohen, edhe pse asnjëra palë në realitet nuk do të jetë e gatshme për luftë në kuptimin e luftrave të asaj kohe, në kuptimin e armatimit, kuptimin e strukturimit dhe organizimit të luftës, jo. Do me thënë, thjesht ka qenë ideja që i dërguari Allahu sallallahu t'i nxë Qurayshët të papregaditur dhe në këtë formë t'u merr atyre karavanin me cilin janë nisur drejt Shamit ose janë kthyer prej Shamit. Kështu që të dy palët do të shohin njëra tjetrën dhe maksimumi që do të ndodhë se do të gjuajnë njëra tjetrën me shigjeta. Dhe i pari i cili do të gjuan me shigjet nga ana e muslimanëve është kush? Është kush? Si mos e dini ta ndalim dersin e ndeshkojmë. Nuk e dini. Ja. I pari i cili ka gjujt me shigjet, dhe për të cilin kanë thënë dietarët, shigjeta e parë në Islam, pasi është ligjësuar lufta, është gjuajtur nga Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Saadin e keni dëgju? Është prej 10 përgëzuarve me xhennet. I pari që ka gjuaj me armë në Islam fi sabilillah është Saadi radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe kjo është regjistruar në historinë e Saadit dhe në historinë islame. Një shigjet, a e ka gjujt dikant, a e ka plagos dikant, a e ka vrat dikant, askant. Hiç askant. As pala tjetër nuk ka plagos, as nuk ka vrat askant prej musliman. Po pse është e rëndësishme të regjistrot kjo? Është shumë e rëndësishme, valla, që t'jesh i pari me një vepër të lëvdishme. Pa marr parasysh ai njeriu më i thjesht në atë vepër apo i e prijës i asaj vepre. Po e rëndësishmja është t'jesh i pari. Nga se jo se njerëzit do ta regjistrojnë veprimin tënd. Kjo mund të regjistrohet dhe mund mos regjistrohet. Mos ta dishim ne kush e ka gjujt shigjetën e parë. Po ja që historia e ka regjistruar. Regjistrojnë melaqet të parin i cili nxit që të bën vepra të mira. Andaj mundohu të jesh i pari, pa marr parasysh çfarë vepre e mirë që është. Donjëherë këto vepra të mira duan shumë sakrificë, donjëherë jo edhe aq sakrificë. Po e rëndësishmja të jesh prej të parëve ose i pari. Mundohu që gjithmonë në vepra të mira ti t'jesh imami, e jo dikush tjetër. Them imam, jo namaz, në aspekt namazit, po imam prijes në vepra të mira, o fi dhalike, feljetenafisil mutenafisun, dhe në këtë thot Allahu le të garrojnë garusit. Kjo është ajo në cilën ne duhet të garrojmë. E Saadi radhiyallahu ta'ala anhu nga dita e parë, që janë gjuajtur shigjeta në rrugt të Allahut, do ta shihni se ky njeri do ta mbron trupin e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam nga shigjetat dhe shtizat e armiqve me trupin e tij. Do ta shihni se ky njeri nuk do të kursej asgjë nga jeta dhe pasuria dhe koha dhe familja e tij në mbrojtje të dërguarit Allahut alaihi salatu wasallam dhe parimeve dhe vlerave me të cilat kishte ardhi dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Andaj sa herë që dilte në betejë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam lëvdonte Saadin radhiyallahu ta'ala anhu dhe tregonte vlerën e tij. Atëherë kur numëroi 10 përgëzuarit me xhennet, një prej tyre të cilët i përgëzoi ishte edhe ky burr Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Për këtë shkak, në serijen e tretë, gjëgjësisht në ekspeditën e tretë ushtarake, komandanti i kësaj ekspedite do të jetë mu ky burr Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe në këtë ekspeditë po ashtu do të shihen të dy palët. Por ama, jo në ekspeditën e tretë, ma boni halal, Saadi do të shkojnë në atë vend dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam do t'i thotë, do të shkoni në filan vendi, Harrar, dhe nuk do të lëvizni prej atij vendi derisa të vjen armiku. Po që se vërtetoni se armiku ka kalu, do të ktheheni. E sahabët janë nis vëllezër në drejtim të këtij vendi i cili është shumë larg Medinës. Në kam, pa mjete transportuese, pa deve, pa kuaj. Kanë ecë gjatë natës dhe janë fsheh gjatë ditës, sepse në atë kohë Qurayshët kanë lëshu spiuna në tokën ku ecin karavanet e tregtisë, që të lajmërojnë për çdo lëvizje të ushtrisë së muslimanëve. Andaj muslimanët çfarë kanë bë? Nuk kanë ecë me mjete transportuese, me deve dhe kuaj dhe gomar. Jo, kanë ecë në kam. Edhe ecjen e kanë bë gjatë natës. Ditën, ku në përgjithësi ecin karavanet,
ata kanë pushu dhe janë fsheh dhe kanë dalë kanë ecë gjatë natës. Në betejën paraprake, në të cilën ishte komandant Ubejd ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu, ka anë e mushrikëve ishin dy burra. Një prej tyre ishte Miqdadi radhiyallahu ta'ala anhu, dhe i dyti prej tyre ishte Utba ibn Ghazwan. Miqdadi radhiyallahu ta'ala anhu dhe Utba ishin musliman të cilët ishin fut në ushtrinë e jo muslimanëve me qëllim që kur takohen të dy palët që këto dy dalin ka muslimant. E kur fillojnë ata që shigjetojnë njëra tjetrën dhe qetësohen të dy ushtrit, Utbe edhe Miqdadi radhiyallahu ta'ala anhu, që të dy kalojnë nga ana e muslimanëve dhe vazhdojnë me ata drejt qytetit të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, sepse ata në Mekë ishin, do me thonë, jo të robëruar, po ishin në nënvëzhgim të vazhdueshëm për çdo lëvizje që e banin. Kështu që ata dolën me ata në betejë, dhe në moment që beteja qetësohet ata dalin nga ana e muslimanëve sepse ishin musliman. E në betejën e tretë pastaj, Saadi radhiyallahu ta'ala anhu e sheh që janë vonuar nga vendi ku ka qenë karavani jo muslimanëve. Edhe vonesa nuk ka qenë e lehtë. Vonesa ka qenë një ditë dhe një natë. Një ditë dhe një natë përpara tyre, karavani i mushrikëve ka vazhduar rrugtimin e tij drejt destinacionin ku është dashur, dhe Saadi me 70 burra, në kryesh të 70 burrave kthehet në qytetin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka ndodhur në Ramazan, në Shawal dhe në Dhul-Qi'de. Këto janë muajin e 9, muajin e 10 dhe muajin e 11 të hijretit të vitit të parë të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe në vitin e parë të hijretit të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam kanë ndru jetë disa prej burrave të mëdhej për rreth pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. I pari prej atyre që kanë ndru jetë ka qenë një burr, emrin e së cilit e kemi përmend gjatë ardhjes së pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Madje ai e ka prit pejgamberin Allahut alaihi salatu wasalam në ardhjen e tij të parë në Kuba dhe ka qëndruar pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij për disa ditë. Është Kulthum ibn Hidm radhiyallahu ta'ala anhu, thot Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala. Kulthumi ishte një burr i moshuar që kishte pranuar Islamin para ardhjes së pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam në Medinë. Dhe kur pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam erdhi në Medinë, u stacionua në vendin që quhej Quba. Ai qëndroi në shtëpinë e Kulthum ibn Hidmit radhiyallahu ta'ala anhu dhe ndroi jetë Kulthumi dhe u varros në periferi të Qubas. Ndërkohë do të ndron jetë në Medinë, në qendër të qytetit, një burr tjetër prej burrave të ensarve, dhe ky është ensariu i parë që do të varroset në varrezat El Baqi'. Ai është, siç e quanim ne të kaluarën, Ebu Bekri ensarve. Ai që u bë sebeb për hyrje në Islam të një numri të madh të shtëpive të ensarve, As'ad ibn Zurara radhiyallahu ta'ala anhu. As'ad ibn Zurara radhiyallahu ta'ala anhu do të smuhet nga një smundje e thjeshtë në fyt, e cila do t'ja pamundson frymëmarrjen normale. Aq fyti do t'i ajhet saqë nuk do të ketë mundësi që të frymon, edhe pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam do të mundohet që ta kuron përmes një metode mjekimi dhe trajtimi në atë kohë, e cila përbëhej domethënë nga djegje e sipërfaqes së lëkurës me qëllim të djegjeve të bakterieve dhe largimit të smundjes më pas, që në gjuhën arabe do të thotë quhet kewi, do ta hekuros domethënë me hekur të nxehtë në fyt. Mirë pas kjo nuk do t'i bëj dobi dhe nuk do të ketë mundësi që të merë frym radhiyallahu ta'ala anhu dhe do të ndron jetë As'ad ibn Zurara në fund të vitit të parë të hijretit dhe me këtë do të bëhet ensariu i parë që do të varroset në varrezat El Baqi', për të cilat ka thënë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam që njerëzit e parë për të cilët do të bëj shefat në ditën e gjykimit do të jenë njerëzit e varrosur në këto varreza. E i pari që është varrosur prej ensarve në këto varreza ka qenë ky burr i madh, As'ad ibn Zurara radhiyallahu ta'ala anhu. Transmeton Ahmedi me zinxhir të tij nga disa prej sahabëve të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë: pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e hekurosi, shqipi thon kauterizëm kësaj metode mjekësore. Thotë ja hekurosi fytin As'ad ibn Zuraras për shkak të sëmundjes së dhebhas, kështu quhej smundja, dhebha. Më pas thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe ka ndru jetë, është transmetuar dhe shumë
shpejt pas kësaj ndroi jetën e Saad ibn Zurara, më pas pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e mori pjesë në larjen e xhenazës së tij, e mbështolli me 3 rroba, njëra prej tyre prej Jemeni, ja fali namazin e xhenazës, eci në kryje të përcjelljes së xhenazës së tij dhe e varrosi në varrezat el-Baqi radhiyallahu ta'ala anhu. Nga kjo hym në vitin e 2 të hijretit. Kaloi një vjet vëllezër. Dhe viti i 2 i hijretit do të sjell një lëvizje enorme në rrafshe të ndryshme të jetës së muslimanëve. Dhe unë do të përmendi vetëm disa gjëra për të kuptuar se çfarë ka ndodhur brenda 12 muajve. Lëvizje në rrafshin politik, lëvizje në rrafshin luftarak ose ushtarak, lëvizje në rrafshin social, lëvizje në rrafshin e legjislacionit, lëvizje në rrafshin privat të jetës së pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, ku do të ketë gëzime dhe pikëllime, batica dhe zbatica, ku do të ketë rënje dhe ngritje të fuqishme pas tyre rënjeve të rënda. Për këtë shkak, do të përmendim vetëm disa pika për të kuptuar ti o vëlla dhe për të kuptuar unë që qëndrimi i pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam brenda këtyre 10 viteve në Medinë nuk ka qenë në luks dhe nuk ka qenë në rahati të plot. Saqë dikush mendon se kalimi i tij, sikur se thash, në Medinë do me thonë pushim nga çdo lodhje dhe nga çdo persekutim që ju ka ndodhur atyre për gjatë 13 viteve në Mekë. Është e kundërta vëlla. Është e kundërta. Çdo rehati që ne sot ose pa marrë parasysh kush e përjeton, kjo rehati me vete sjell çfarë? Sjell përgjegjësi. Kjo rehati sjell me vete mundësi që njerëzit të çohen dhe të punojnë për të mirën e tyre dhe të mirën e njerëzve përreth tyre. Për këtë shkak i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, një ditë prej ditëve shihte rehatin mesin ku jetonte ai dhe i mësonte sahabët dhe i edukonte më të rinjt prej tyre dhe ju thoshte atyre: "Njihe Allahun në rehati, që të njeh Allahu kur në vështirësi." Po ne themi që i kemi kalu ditët e vështirësisë, megjithatë ditë rehatis vinë me përgjegjësi të madhe. Vinë me një barë të madhe që duhet ta ndjejmë ne mbi supet tona. Ta'arraf ala Allahi fi rraha, njihe Zotin tënd xhella xhelalu kur je rahat, kur ke kohë, kur ke shëndet, kur ke kohë të lirë, ku ke mundësi, ku ke kontakte, ku ke shoqni, atëherë njihe Allahun xhella xhelalu. Se do të njeh Allahu dhe nuk të haro dhe nuk lë xhella fi ula kur ti t'jesh në kohët më të vështira dhe kur t'jesh përballë sfidave më të mëdha. E njeriu don që t'jetë larg Allahut kur është rahat dhe don që t'jetë shumë afër Allahut kur është në zorr. Këtë kite kanë. Edhe mushrikët Allahu kështu i ka cilësu. Apo? E lusin Allahun mukhlisin e lehuddin me përkushtim të plot dhe sinqeritet. Po kur të kaloj sprova, prapë harrojnë Allahun xhella xhelal. Dëgjoj çfarë ka ndodhur brenda pak prej gjërave që ka ndodhur brenda këtyre 12 muajve. Në këtë vit, dhe për gjitha këto, ne do të flasim detaje me lejen e Allahu xhella xhelal. Në këtë vit ndrohet kiblja. Dikush thot, ndryshimi i kibles është sendi më i thjeshtë. Vjen ligji, e ndrojmë kiblen, Esselamu alaikum. Jemi fal ka veriu, prej sot falemi ka jugu. Nuk ka qenë kaq e thjeshtë. Ndryshimi i kibles është dash të ketë mobilizim gjitha rrafsheve. Mobilizim politik, mobilizim të poetëve, mobilizim të sahabeve në aspekt të qëndrueshmërisë së tyre, për shkak se gjithë dynjaja është shu kundër muslimanëve, ju ajni të lujt me fen tuja. Deri dje u falë që të ka bejt el Maqdis, e sëtu është në tek të falni për kaqabje? Kjo aloja. Andaj, brenda këtyre 12 muajve ndrohet kibla. E dyta vëllezër, brenda këtyre 12 muajve do të obligohet agjërimi i muajit Ramazanit. Musliman në vitin e parë të hijretit çfarë kanë agjëru? Ashuran. Kanë agjëru Ashuran. Ajo ka qenë obligim. Nuk kanë agjëru Ramazanin. E tash vjen agjërimi 30 ditëve ose 29 ditëve. Si do të jetë përgjigja e muslimanëve të ri? Si do të jetë përgjigja atyre të cilët për disa vite kanë agjëruar Ashuran? A do thon pini ditë ose 10 ditë varësisht prej mendimeve të dietarëve, tash janë ato agjëruar 29 ose 30 ditë? Çështje tjetër, u bë i detyrueshëm zekatin pasuri. Deri në atë kohë të gjitha jetët që flasin për zekatin, flasin për cilin zekat? Për shpirtin, zekatin e shpirtit, që do me thonë pastrimin e shpirtit.
Tash zeqati është në aspekt material. Zeqati pastrimi pasurisë. Dhe kjo do të kap të gjithë të pasurit, se për shpirtin i pasuri, i riu, i plaku, të gjithë e kanë obligim të pastrojnë shpirtin. Ama pasurin vetëm ai i cili ka një sasi të caktuar të pasurisë që i qëndron për një periudhë kohore. Po ashtu Allahu do të obligojë që pas Ramazanit muslimanët të paguajnë çfarë? Sadakatul fitrin. Andaj u obliguan 2 lloj të lëmoshave të cilat nuk kishin obligim. Menjëherë janë ngarkesa të reja për këtë shoqëri të re. E treta vëllezër, ose e katra, Allahu xhelle xhelalu do të obligon dije. Dijetu është shpagimi i gjakut për vrasjet me gabim. Ka vrarë dikush dikon pa qëllim, me gabim, duhet shpaguhet gjaku. Për shkak se deri në atë kohë ndodhte që të hyjnë luftë kabilja me kabilen për këtë lloj vrasjeve. Pa qëllim e ka vrarë, është bë luftë e madhe. E tash pejgamberi Allahu te alayhi salatu wasalam me urdhër të Allahu xhelle wala ligjeson gjëra të reja. Tjetra vëllezër, në rrafshin e jetës private të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, do të ndron jetë vajza e tij. Ruqayyah bintu Muhammedin, zawjatu Uthman radiyallahu ta'ala anha. Do të ndron jetë Ruqayya, bashortja e Uthman ibn Affanit radiyallahu ta'ala anhuma. Dhe kjo gjë nuk do të jetë lehtë për pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo do të ndodhë më njëherë pas betejës Bedrit. Ne Bedri nuk e përmendim hiç në këtë rënditje, për shkak se për Bedrin do të flasim në hollësi. Megjithatë, kalon beteja e Bedrit dhe muslimanët janë të gëzuar me një fitore të madhe, kthehet pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam në Medinë dhe e gjen vajzën e tij të sëmur dhe do ta shohim se shumë pak pas betejës së Bedrit do të ndron një jetë vajza e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, gjë me cilën i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk është hera e parë që ballafaqohet, por është hera e parë që në këtë moshë ti ndron jetë ndonjë prej fëmijëve të tij. Andaj do të ndron jetë Ruqayya. Mirë, po kjo humbje e pejgamberit Allahu alaihi salatu wasallam do të kompenzohet me diçka tjetër. Që Zejnebi, vajza e tij, të vjen nga Mekja për në Medinë, të bëj hijret, pas hijretit të shumicës së muslimanëve në Medinë. Dhe vdekja e Ruqayyes nuk do ta pengon pejgamberin Allahu alaihi salatu wasallam që të gëzohet me gjërat të cilat kanë ndodhur në Medinë. Ka vdek vajza ime, po çka ti bëjmë vajzës tjetër? E cila është në kohë të martesës. Ata harrojnë martesën e saj se njëra ka shkuar tek Allahu xhelle xhelaluhu. Allahu xhelle wala vëllezër, nuk na ka pyet kur të na sjell në këtë dynja. Nuk na pyet kur na merr nga kjo dynja. Allahu nuk na ka pyet te kush na ka sjell, në cilën familje në këtë dynja. Nuk na pyet për kohën, për rrethanat në të cilat na merr nga kjo dynja. Inna lillah, ne jemi vetëm te Allahu xhelle xhelaluhu dhe përfundimisht kthimi është tek Allahu xhelle wala. Andaj ka shku Ruqayyah bintu Muhammedin alayhi salatu wasallam në ahiret. Do të shkon çdo kush tjetër. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam është mishërim praktik se si duhet të jetë raporti i njeriu me dynjan. Sot pikëllohet dhe mërzitet, po s'është fundi i dynjas. Ka ndru jetë vajza e tij e dashur. Po tjetra duhet martohet dhe duhet formoj familje. Dhe tjetra duhet vazhdoj dhe të avancoj në jetën e saj. Andaj e marton Fatimen radhiyallahu ta'ala anha me Aliun. E bën një martesë në rrethana ku njerëzit ton vujnë ka 3-4 vjet, 5 vjet. Ka ndru jetë njëna, po këto tjerët, këto hajr inshallah. Këto duhet ta dinë çfarë ndjenja kam unë. Ne e dim çfarë ndjenja ka prindi kur e humb fëmijën. Allahu na ruajt fëmijët tonë dhe fëmijët e kitë muslimanëve ya Rabb. Megjithatë, ai fëmijë i cili ka shku tek Allahu, shpresojmë që të kish shku me iman tek Allahu. Pa ata që janë gjallë, atyre duhet me ju kushtu vëmendje dhe rëndësi që ata vazhdojnë të ekzistojnë dhe të jetojnë në këtë dynja. Dhe t'u jepet mundësi që të përparojnë raportin e tyre me Allahun dhe raportin e tyre me krijesat e Allahu xhallahu ala. Dhe këtë na e ka mësuar pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam praktik, që më një herë ka martuar Fatime radhiyallahu ta'ala anha. Ani se ka ndodh probleme në Medinë. Ani se ka pat batica dhe zbatica. Në jetën e tij private përpara se të ketë tek tjerët prej muslimanëve. Ka ndruar jetë Esad ibn Zurara. Kulthum ibn Hidmi ka ndruar jetë, megjithatë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka martuar Fatimen radhiyallahu ta'ala anha. Të gjitha këto lëvizje vëllezër i ndodhin këtij njeriu, i cili përveç kësaj do të shkon në Bedër, përveç kësaj do të shkon në shumë ekspedita, sikurse do ta shohim, përveç kësaj do të pranon delegacione të kabileve të ndryshme, përveç kësaj
gjatë ardhjes së delegacioneve, Allahu do t'i zbret wahi. Vjen pyetje prej dikujt që pyet dhe Allahu i zbret përgjigjen më njëherë. Sikur se thot Abdullah ibn Mesudi. Vjen te dikush dhe e pyeste pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe ai heshte, nuk thonte asgjë. Derisa njerëzit çoheshin për të shku, Allahu i zbriste wahjin pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Brenda gjithë këtyre lëvizjeve, jeta e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam në Medinë nuk ka qenë pushim për asnjë ditë vëlla. Nga se realiteti i kësaj dynjaje është, kush don të arrijë diçka të madhe, nuk mund të jep rehati trupit. As mendjes. Fatkeqësisht vëllezër, sot ne flasim për gjëra të mëdha, ama punët tona nuk mund t'i sjellim në bagazh as për punë të vogla, për çështje të vogla, jo për çështje të mëdha. Ne flasim për çlirimin e Palestinës dhe zullumit të tyre, po punën tonë nuk mund të flasim për çlirimin e një pllame të zullumit në familjen tonë. Jo jashtë familjeve tonë. Zullumi të cilin ndoshta ne vetë bëjmë. Ndaj të afërmve tonë. Jo mund dikush tjetër ta bëjë dhe ne t'i dalim përballë zullumit. Jo. Ne mund të jemi ata të cilët të parët e bëjnë këtë zullum. Andaj vëllezër, jeta e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk ka shumë fjalë. Ka pak fjalë, kuptim plota dhe shumë vepra. Njeri i cili gjithmonë ishte në mendim se çfarë duhet të bëjmë. Andaj Allahu i zbret ajet i cili simbolizon në pak fjalë jetën e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Fa idha faragta fansab. Dhe kur ta krysh punën, çfarë? Pusho? Ja, jep i zor. Fa idha faragta fansab. Dhe kur ta krysh punën, jep i zor. Po sa i kanë kry punën, çka t'i jap zor? Allahu e mëson pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Nëse dëshirojmë që të jemi në krye të njerëzve, pa marr parasysh në çështje të dynjas, ose të ahiretit, edhe pse ne jemi të vol për çështje të ahiretit, ku me të vjen edhe dynjaja me lejen Allahu xhallahu ala, nëse ne dëshirojmë që të jemi të parët ose në krye të parëve, me doje mos që të tregojmë moral të njerëzve të palodhshëm. Edhe pse trupi ndonjëherë lodhet, dhe shpirti lodhet, dhe mendja lodhet, megjithatë duhet të gjejmë pushim të këtyre trijave në çfarë? Në vepra tjera të radhës të cilat do t'i bëjmë. Jo në pushim total. Ka shku 5 muaj askush se di ku është. Kum kanë i lodhët. Pigji, po që 3 vjet punoj në fabrikë. Edhe ki stili jetës e lodhën atë deri në atë deregje, sa që nuk mund dale prej këtu atje. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam vëllezër, i është bë si hir. E dini këtë gjë? I është bë si hir. Ka dalë në betejë, vete përmendëm se ka dalë në 90 ose në 21 beteja vetë me trupin e tij të ndershëm, salavatullahi wa salamuhu alaihi. I dërguari Allahu alaihi salatu wasallam i ka varros me duart e tija të gjithë fëmijët e tij. Përpos Fatimes radhiyallahu ta'ala anha, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka varros me duart e tija disa prej shokëve më të dashur tek ai, duke nisur me axhën e tij, Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, të cilin e ka varros jo si xhenaze të plot të paprekur, por e ka varros si xhenaze të masakruar, mushkënitës së cilës janë ngrënë nga ana e armiqve. E ky pejgamber vëllezër, a nuk ka pat hak që të merr pushim? A nuk ka pat hak që të pushon pak? Del me familje, të rehatohet? Ka pat hak. Megjithatë ajo e cila e ka shty është urdhri i Allahut, fa idha faragta fansab. Kur ta kishe kry, jep i zor. Njëra punë sot kry, tash kryn dersi, pas dersit ka namaz. Dhe pas namazit ka dhikr. Apo subhanallahu alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Dhikr, kush të ka mësu ti bësh krejt këto njëra pas tjetrës. Pas kësaj ka gjumë dhe përpara gjumit ka dhikr, pas asaj vjen namazi sabat dhe punë tjera. Të gjitha këto, do me thonë, kjo formë e rutinës në dinin Allahu xhallahu ala duhet na shtyt të mendojmë dhe të meditojmë që ti o njeri nuk je krijuar vetëm për të ngrënë dhe për të pi. Je krijuar për diçka shumë më madhështore. Je krijuar që të lësh gjurmë në këtë dynja, shpërblimin e së cilës do ta shohësh në ahiret. Mos shpreso që shpërblimin e gjurmëve tua në dynja ta shohësh në dynja. Kjo është ambicie tepër e ulët, Allah. Tepër e ulët. Po shpresoje që gjurmët e punëve tua e shpërblimin e tyre ta shohim në xhennetet e Allahut xhelle xhelaluhu.
si rezultat i këtyre veprimeve të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, do zgjerohet rrethi i sigurisë për rreth Medinës, edhe musliman do të kenë kontroll të plot deri në betejën e Bedrit ose pas betejës Bedrit, do të kenë kontroll të plot të rrutës së karavanave drejt Shamit, kështu që ndodh betejë e Bedrit, karavani i arshëm i Kurejshve ku shkon? Duhet shkoje deri në Irak, e prej Irakut të shkojë në Sham, sepse rruga normale e cila ishte rrutë e karavaneve të Arabisë asaj kohe, gadishullit arabik drejt Shamit, tashmë ishte në duart e muslimanëve dhe kjo përpjekje nuk ka ardhur vetëm me betejën e Bedrit. Beteja e Bedrit është kulminacion i shumë betejave më të vogla në të cilat kishte dalë vetë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ose shokët e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam. Andaj në këtë vit, edhe atë në betejën e parë, në të cilën do del vetë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, është beteja e që quhet El Ebua ose Waddan. El Ebua o Waddan janë dy vende që janë diku 10 kilometra larg njëra tjetrës dhe beteja e ka marrë emrin e të dyjave. Shkaku është, thot Imam Buhariu rahimahullah, thot Ibn Ishaku, beteja e parë që zhvilloi pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte El Ebua, pastaj El Buat dhe pastaj El Usaira ose El Ushaira. Dhe pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam do të del në këtë betejë në El Ebua me qëllim të marrjes së karavanit i cili është nis për në Sham. Dhe ky qëllim është në gjitha ekspeditat tjera deri më tash. Edhe në Bedër ky do të jetë qëllimi. Se ju Kurejshët e keni marrë pasurinë tonë dhe me këtë pasuri po tregtoni. Dhe kur folim ne pasuri vëllezër, kur thona karavan, çfarë madhësie mendoni se është karavani i cili ka shku nga Mekja për në Sham? A mund të më thosë dikush sa deve, parafërsisht? 100 deve. Veç deve ti çojsh sot 100 deve sa pare bëjnë? 200.000 euro. Veç deve, pa kur gjo. Karavani për të cilin ka dalë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam në këtë betejë, i ka pat dikun di 500 deve. E dini se janë 500 deve? Fillimin e karavanit e shoshën e fundin nuk e sheh. Ky karavan ka qenë i ngarkuar me pasurinë e muslimanëve. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk është se ne dalim të plaçkitim pasurinë e tyre, edhe pse kanë qenë armiq. Jo, ne dalim për të plaçkit hakun ton, nëse lejohet me thonë për të plaçkit, për me e marr hakun ton. Ajo është se ne kemi pas mesin ton milioner, të cilëve u është konfiskuar pasuria dhe me këtë pasuri është të tregtu në interesin kolektiv të Kurejshve. Ata nuk kanë investu një dinar, megjithatë ka shku karavani dhe ka ardhur dhe këto kanë vjel përfitime. Me pasurinë e kujt? Me pasurinë e Osmanit, Abdulrahman ibn Aufit, atij tjetrit. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam dërgon një ekspeditë dhe dytën dhe tretën dhe në Ebua ose në Waddan del vetë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Cakton njerëz, cakton flamurtar, organizimi duket i ngjan organizimit ushtarak, qëllimi ishte që ata të rikthejnë pasurinë të cilët u kishin marrë mushrikët. Flamurin në këtë betejë do ta mban Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu dhe betejë do të ndodhte në vitin në muajin e dytë në Safar, Muharram, Safar, në muajin e dytë të vitit të dytë të hijretit pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Si zëvendësi pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam në Medinë do të jetë Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Mirë, po numri i atyre që do të dalin betejë me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam do të jetë i vogël. Do të jenë vetëm 70 burra. Asnjë prej ansarëve, të gjithë prej muhaxhirinëve dhe të gjithë vullnetarisht. Asnjëni nuk e kishte urdhëruar i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam që të del, domethënë me të. Gjatë betejës do të vjen një delegacion nga Banu Damrate, një fis i cili do të bën aleancë me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam që mos na sulmoni, as ne nuk ju sulmojmë juve, që ju të na mbroni shpinën dhe ne t'ju mbrojmë juve shpinën dhe pas një kohe shumica e tyre do ta pranojnë dinin Allahut te bareke o taala. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam do të mungon nga Medinja për shkak të daljes së tij në këtë betejë 15 ditë. Andaj këto dalje, ne kur i lexojmë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka dalë në 90 betejë ose 21 betejë, nuk është dalje një ditë e në kthim.
është dalje dikundi 3 javë. Apo? Në Tebuk 22 net. Bujti vetëm. Ose 21 natë. Vetëm bujti, pa rrugë. Jena të folë për muj. Ka dali dërguari Allahu sasim dhe kalon zë vendës në Medinë. Dhe në përgjithësi Medinja në aspekt ushtarak ka qenë e shpalosur. Po për shkak të fuqisë që kishin ata, ose që e shfaqin muslimant, nuk guxonin fiset që të sulmojnë Medinën. Edhe fiset e asaj kohë, edhe pse ishin armiqësor, ishin shumë më burra dhe shumë më korrekt në bërjen e luftës se sa ata të cilët sot bëjnë luftë dhe na mbajnë ders për korrektësi dhe për konventa se si duhet mbahet lufta. Apo yuhlikun al-harth wa an-nasl, djegin gjithçka që ka përpara, ma neve na mbajnë ders se si duhet me u mbajt lufta. Se si duhet me u bë lufta. Betejë e dytë është El Buat, sa ka deri një saj? 10 minuta. 7 minuta. Gazwat Buatin është betejë e dytë në të cilën do të merr pjesë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam 1 muaj pas betejës së parë. Andaj 2 javë do të mungon betejën e parë, mbas 1 muaje do të mungon gati se po aq ditë. Nga se do të shkon në afërsi të vendit të betejës së parë. Tash, çka lyp pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam në këtë betejë? Lyp karavanin të cilin do ta zonë muslimant kur? Ose do të duan ta zonë në Bedër. Tash ky karavan është të shku për ku? Është të shku për në Sham. Njëjtin karavan do të duan ta marrin kur? Në Bedër, në Ramazan të njëjtit vit. Mirë po karavani, sikur se do të ikë në Bedër, në krye me Abu Xhehlin, me Abu Sufjanin, edhe në këtë rast karavani do t'ju ikë dhe nuk mund ta zonë muslimant në krye me pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Në krye të karavanit mushrikëve do të jetë Umej ibn Khalef, i cili do të ketë me vete 200 burra edhe 500 deve. Do të ketë 200 burra edhe 500 deve, megjithatë suksesi nuk do të jetë nga ana e muslimanëve në këtë betejë. Do të kalon karavani, po ashtu edhe pas disa muajve kur të kthehen dhe në Bedër kur t'i presin muslimanët, po ashtu Abu Sufjani krye me karavanin, do t'u ik muslimanëve dhe muslimanët nuk do të mund ta zonë këtë karavan. Vazhdojmë inshallah taala me betejë të tjera, të cilat do të konsiderohen si para përgatitje betejës së Bedrit, që njihet si Ghazwatu Bedrin al-Kubra, betejja e madhe e Bedrit. Kështu njihet. Nga se është betejë e parë në të cilën muslimanët do të luftojnë në numër më të madh dhe në të cilën do të ketë njerëz të plagosur ose të vrarë, edhe pse numri i muslimanëve në këtë betejë do të jetë relativisht i vogël, nuk do të jetë numër i madh sikurse do ta shohim me lenin Allahu te barekuta. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu shpëleft.